Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Xhamati nderuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. E para është shfrytëzoj rinin para se të vjen pleqëria. E dyta, shfrytëzoj shëndetin para se të sëmurësh. E treta, shfrytëzoj pasurinë para se të bëhesh fukara. E katërta, shfrytëzoj kohën e lirë para se të zihesh. Dhe e pesta, shfrytëzoj jetën para vdekjes. Kjo është hadith që e tregon realisht se si ne duhet ta shfrytëzojmë kohën tonë. Sepse puna e sodit nuk lihet për nesër, edhe pse ne si popull e kemi pak merak me lënë punë për nesër e për pas nesër. Mirë po, ajo nuk është qëllimi kryesor I kësaj bote, me lënë punë e sodit për nesër. Sikur që e kemi zanat edhe namazin, dhe nere lënë për nesër e për pas nesër e I të bëjmë kalabalëk, e pastaj mas 20-30 viteve këtu të ne thuhet I përveshim kravat edhe anisim I falë këtë toptan ose kaza. Thot Muadh ibn Jabali radiallahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi që të kalon njeriu këtë botë për në botën tjetër para se të pyetet nga Allahu subhanahu wa taala për 4 gjëra. E para, an umrihi fima afna, ku e ke harxuar jetën. E dyta, an shababihi fima abla, ku e ke harxuar rinin tënde. E treta, si e ke vetu pasurinë dhe ku e ke harxuar. Do më thonë, këtë përgjigje se cili duhet me dhanë. Edhe për punët dhe veprat tona se çka kemi vepruar në këtë botë. Do më thonë, nuk ka mundësi ne të him xhenet apo në xhehenem, inshallah nuk do të asnjëherë, pa u pyet për këtë çështje. E para është vitet, 50 vite, 60 vite, 30 vite, sa ke jetu? Ku I ke harxuar? E dyta, atë rinin tënde, kur ke qenë më I fortë, më në fortë, ku I ke harxuar? E treta, pasurinë që I ke fitu, si e ke fitu dhe ku e ke harxuar? Edhe e katërta, punë dhe veprat. Çfarë vepra ke bën këtë botë? Por secilën nga këta do të japim përgjegjësi për Allahu subhanahu wa taala. Të ndershëm vëllezër, tema e sotit tonë për kohën dhe si ta shfrytëzojmë kohën tonë. Pasi që qenë ka problem, pasi që secili prej nesh duhet me dhënë përgjigje për veprat dhe punët e veta, atëherë ne duhet ta riorganizojmë kohën tonë. E para, obligimet që I kërkon Allahu të çojmë vend. Obligimet, farzet që I kërkon Allahu të çojmë vend. Thot Allahu në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk e kam krijuar njerëzit dhe xhinët përpos se të më besojnë mua. Nga kjo ajet nënkuptojmë se ne të gjithë jemi në këtë botë për të besuar Allahun. Do të thonë, krijimi jon është vetëm se për të besuar Allahun. Mirë po Allahu xhaleshanu I ka disa obligime që na ka lanë neve, na ka obligu neve që ne pa tjetër e kemi të qenë vend. Dhe qëfse nuk I qenë vend dënohemi edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahu në Kur'an thot: "Inna s-salate kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta." Me të vërtet namazi është obligim, është shkruar fars për të gjithë besimtarët. Nuk ka dyshim këtë çështje. Ai I cili e mohon namazin ka dalë nga feja islame. Ai I cili e pranon si fars, mirë po nuk e çon në vend, gabimtari I madh. Murtakibul kebire, gabimi I madh. Në qoftë se nuk kemi drejt njerëzit me nxjerr nga feja, edhe pse polemike e madhe për këtë çështje, kufër dune kufër. Do me thonë, njeriu që e lën namazin bën ndoshta kufër, ama nuk del nga feja islame, inshallah. E pse ne ta sjellim veten këtë gjendje, mos ta dimë jemi musliman as jemi musliman. E në qoftë se nuk e falim namazin, atëherë me të vërtet
me të vërtetë se na sjell lënja e namazin në këtë derece, në këtë shkallë. E dita, thot, el haqju ashhurum ma'lumat. Haxhi është në muaj të caktuar dhe janë muaj të caktuar për këtë obligim. Dhulhijje. Ai që ata muaj e ka mundësinë financiare, patjetër e ka më shku në haxh. Nuk shkon, dënohet. Dënohet, u kri puna. E treta, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kjo ajet e bën obligim agjerimin. Ai i cili nuk agjeron nga qefi, nga dëshira, pa asnjë smundje, nuk është në rrugë, nuk e ndalon diçka agjerimin e tij, ai njeri bën gjuna dhe Allahu xhaleshano e dënon. Do më thonë, çështja e parë se i përket kohës tonë është obligimet ndaj Allahut të çojmë në vend. Në qëfëse nuk i qëmë në vend farzet, nuk ka dyshim se do të dënohemi. Por pas në qëfëse kërkojmë të ube, inshallah Allah në falë. E dita, thot khidmetul walidejn, respektin dhe i dy prindërve për ata që i ka. Duke që i ka të dy prindërit, duke që i ka njërin, nanën, duke që i ka babën, duke që i ka hiqë. Ata që i ka, kjo vlen tash për ata që i kanë të dy prindërit ose njëri. Wa bil walidaini ihsana. Allahu thot, dhe respektoni prindërit. Ama këtu respekti nuk e ka kuptimin e sunetit. Në qëfëse do në respekton, po mund është edhe mos me respekt. Joja. Këtu obligohet o fars. Tash fjallën fars. E kuptojnë që ka me thonë fars ajo? E kuptojnë. Qa me thonë fjalla fars në rajnë të fikit, në sulur fik? Thot, ma ju thabu fa'iluhu, wa ju aqabu tarikuhu. Në qofë se atë obligime qonë në vend shpërblehësh, në qofë se nuk e qonë në vend dënohësh. Në më thonë, kjo në vajgjibje se farzi. E prinderit, me i respektu, me jo bo hizmet, nuk o sunet, as mustehab. Mësë paku që mundët me gjeno vajgjib. E nëse nuk e qonë në vend vazhibin dënohesh. Allahu thotë Kur'an, wa wassajna l'insane, dhe ne e kemi udhëzu, e kemi urdhëru njeriun bi walidejni, që ti respekton prindërit. Hamelethu ummuhu wahnen ala wahn, sepse nana e ti e ka mbajt, atë e barti, e ka bart, mund pas mundi, wa fisaluhu fi amejn, edhe 2 vjet i ka thonë qumsht. E një shkur li, wali walidejke, që ti e ke obligim me falemdru Allahun, e pastaj me i falemdru të dy prindërit. Mirë po, situata të në është e ndryshme nga ajo që ne themi. Situata aq është e keqe se i përket fëmijëve dhe prindërve, sa që nuk e diune ndo njëherë e kemi pas këtë situata jo. Nuk ma mërmenja se ka qenë kështu. Se ju qeni më të vjetër në xhami, edhe e tregoni këtë çështje edhe në për fshatra ku keni jetu, se çfarë respekti ka pas. Ndoshta hiç se ka dash, ama ku ka guxuar fëmia para 30 vjetëve ka të i thot babës ja. Se e ka marrë shatin, pin sabat deri në akşam. As nuk ka guxuar marrë të shtëpia, pa buke me buk, pa uje me uj. Ta shprinti zguxon me i thonë fëmijës vet, ma mbush një bardak uj. Kjo është situata. Ne mund me mu laftru, mund me thonë, se cili tash mund me thonë, ja, djalem, ja, kështu. A i tjeri, ja, djalem, ja. Po, ti me muhabet po mrejna, se në nuk e di, ba. E po të mirë dhe djaljati, mirë, djaljemi, mirë, e tje, kush janë ato? Kush ban problem, po? Në problemin e kemi, ama më e keq janë, kur se cili prej nesh, nuk e jep fëmijën e vetë. Nuk on pyetje që a me e dhanë, a mësë me e dhanë. On pyetje, pëse se të regon hakun. Dush me kërku ndi. Dush me thonë, vallaj, vi kam keq punë me djalin tem. Hiqbe, nuk dëgjon. Hajde me të bëjmë dua,
Të ja bajmë disi. Mirë po, ne këta puni fshehim, e pastaj kur të bëhen dhoja, atëherë mirën vesh, ama va. Thot Abdullah ibn Mesudi, radiallahu anhu, e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kam thonë, ja Rasulullah, ejjul ameli afdal. Cila është vepra më e mirë që unë kam qef ta bëj? Ama tregom cila është vepra më e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, as-salatu ala waqtiha, namazin me fal në kohën e vet është vepra më e madhe dhe më e mirë. Nuk ka vepër më të madhe si kjo. E dita, birrul walidain, respektin ndaj prindërve, namazi më njëherë vjen respektin ndaj prindërve. Edhe e treta thot el jihadu fi sabilillah, lufta për hir të Allahut ose në emër të Allahut subhanahu wa taala. Kjo ishte, do me thonë, e para çështje që e sqaruam sot ishte obligimet dhe Allahut me çun vend, e dita respektin ndaj prindërve. Do me thonë kjo a merr kohë. Edhe obligimet dhe Allahut marrin kohë, edhe respektin ndaj prindërve merr kohë. Jemi duke folur për shfrytëzimin e kohës. Si e shfrytëzojmë kohën dhe ku e harxojmë kohën. E treta, respekti i burrit ndaj gruas edhe respekti i gruas ndaj burrit. Edhe kjo çështje merr kohë, ka nevojë për kohë, edhe ka nevojë për respekt të ndërsjellët. Çka do me thonë fjala nikah shqip? Marrëdhënie. Marrëdhënie bashkëshortore. Çka nuk kupton me marrëdhënie? E respekton gruën, të respekton gruaja. Ja respekton babën, të respekton babën. Ja respekton nanën, të respekton nanën. Ja respekton vllajën, të respekton vllajën. Çka marrëdhënie? Se ne kur thonë marrëdhënie, ndoshta mendja na shkon diku tjetër. Marrëdhënie kjo dhe me thonë, ku ka mundësi bërë, unë e vllajën tonë se du, ama ti e ke obligim me i mbush qaj vllajën tem, nuk i mbushi qaj. Ma i si ti vllajën tem se do, edhe unë e se respektoj vllajën tonë. Ama ne, di asgana kënën, pa tjetër ti e ki. Jo valla se ka pa tjetër. Me fejnë nuk e ka pa tjetër. Ama ne si shqiptarë, si asgana, kus duhet, ne, po, ne e bajnë. E di po, se asgan lëkin ne të nëherë kemi ke prapa. Parlament e buri i thot, pa tjetër ti keme respektu babën tem dhe nënën teme, a kur ven pyetje, ti me respektu nënën dhe babën e gruas tande, nuk i respekton. Po as ti se ke fars me i respektu, as grua se ka fars. është çështja e respektit o diçka tjetër. Punë e madhe o njerëzit me i respektu. Por atë shkak nuk ka nevojë ne ndonjëherë me pas probleme bashkëtorë për diçka që realisht nuk ekziston si problem, por pse ne e bëjmë vetë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo grua e cila vdes, ndërsa buri thot vallahi më ka bëj ismet, edhe ja bëj halal, thot ajo gruaje ka me qenë xhennet. Ama edhe e kundër ta vlen. Çaj burr që vdes, edhe gruaja e vet thot une jam e kënaqur me respektin që më ka bën burri im dhe ja bëj halal, edhe çaj burr ka me qenë xhennet. E mos ta bim punën e burrat që kur vdesin gratë thonë elhamdulillah se su duroke. Po valla, mundet ma është të puna. Edhe veç bandua inshallah vdes, se s'durohet. Po në me janë disa s'durohet. Veç thejnë, veç bajnë, thua ti se dënjaje, veç aje ti. Veç aje ka tamam, as kusht tjetër se ka tamam. Ama edhe e kundër ta. Mos vere puna që burit thote, o inshallah bashkëshorët e ime vdes se po në me së nshkujt të shpija të bërtita ja. Ku ke jep se erdhe, pse s'ke jep, se ke bërma telefonin, ta shoh ku i fol, çka ki fol. Edhe kjo nga gabim, edhe nga gabim. Do më thonë, nëse ne e shfrytëzojmë kohën tonë duke i respektu gratë tona dhe familjet e grave tona, edhe e kundërta. Në qëfëse gratë tona din me në respektu neve dhe familjet tona, pasha Allahun, problem nuk ka. Edhe pse, do njëherë, a njëri për qef ka pak
ban problem dhe nërë me gruen e vetë, mirë po, ata dinë edhe mu pajtu. Si hidhron edhe pajtu. E katërta, e tërbije vë të ugjih. A kemi ndonë e ko, mi ju duku vetë vetën, familje tona, por edhe rrethinën, njerëzit, shokët që në rrethin. Ose, ne që jemi prindër dhe kemi fëmi, edhe inshallah Allah ata që nuk kanë fëmi ju ebë, thuni amin. A kemi ndonë e ko për edukat ndaj fëmive ta, se si duhet ata me hanë kushqim, si duhet me ecë, si duhet me hinë xhami, si duhet plakut me i folë, si duhet të shkolla me hi, si duhet arsimtarin mu sjell. Dhe më thonë këtë edukat, a ne duhet me edhonë, a filmat duhet me edhonë fëmive ta. Me qenë se edukatën e marim prej filmave, kretë ka e prapa që. Kretë ka e prapa. Para qka ka Allah në Kuran thot, kullukum ra'in, wa kullukum mes'ulun an ra'ijeti. Si cili nga ju është çoban, pari për familjen e vetë. Edhe si cili ka me dhonë përgjithësi për familjen e vetë. Qka do që ndodh, kretë lidhët me ti dhe me mu. Thamë, vallajve, thot djali filanit, vajze filanit. Si nuk ditën be, se nuk patën koha ta prindër të edukojnë fëmijët e vetë. Vallaj, është e vërtet kjo. Kjo është gabimi janë. E kur të ndodhë dhe gabimi, do të me thonë, vallaj, ta mama, si thoni ju, është. Po unë s'kam ditë me eduku edhe kripuna. E pesta, siletul arham, respekti, vizita, afrimi, farefisnor. Thot Enes ibn Maliku radiallahu anhu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ahabba an yabsita lahu fi rizqihi, thot ai cili do që Allah t'ja shton rizkun, falyasil rahimahu, leti nderon, leti respekton farefisin e vetë. Në këtë aspekt e tash njësoj kategoria në përgjithësi jam duke folë. Shumë gabime kemi. Shumë gabime kemi. Nuk kanë pyetje vetëm daja e, agja e, halla dhe tezja, ka farefis më të gjërë. Atë shumë jemi habitur nga të mirat e kësaj bote, ose nga të ligat e kësaj bote, se që nuk kemi kohë, e tash shumë letë. Pse unë me shku me vizitu ma lartë, ajde hapim një grupë në Viber, edhe si t'ja nisin, kitë folim, s'ka nevoj mu takune, që në Viber e kribu, ja, nuk o kështu. Du me thonë, në Viber, 120 veti, në familje, krejt me një grupë, familja filani, edhe tash, ku i e si i nuk konë në regull kjo gabim. Mundet që ashtu grupë mu hapë, për ndë një lajtë. Shembull, një familje e madhe i ka 500 vetë. Edhe ka mundësi tash në përmet telefonit që të shfrytëzojnë për hajrë të djera, po. E hap edhe thot, për shembull, ka vdek dikush, tash me shku të secili lartë, edhe vetëm e shpërndalën. Filani ka ndru jetë, varimi, mbanë, këtë vakt, këtë kohë. Ose filani ka dasëm, të gjithë jeni të thirur këtë restoran. Ose filani ban iftar, edhe pse s'ndodhë këtë familjen me thirë, jo, për çfarë se një gjuna, një tash ne e këna nisë me thirë, më ka thirë e ku më thirë, së më ka thirë, se thirë. Kjo realisht, të kretë. Tash, mundet një, 2, 3, 5 vetë se kanë këta. Unë për vetë e kam. Si më së më thirë, nuk e thiri. E tash do shto ju, nuk e keni, inshallah se keni. Ama ma më në menja që në shkëtë rreth e jemi eti, disi i natin e kemi këtë njësoj. O vëzëm, sa ma shumë të respektojmë njëri tjetrin, në farefis, aqë Allahu ma shumë rrishdët nërë. E pesta, duhet me pas interes ma shumë me bon veprat mira. Se cili për nesh në kohët lirë, kur që i zanë, ti nuk mundesh me bon një veprat mira, namazin farz e ke lanë. E ke lanë obligimin për një veprat mirë. Pa ka veprat ma të mirë se namazin me falë, nuk ka. Ose,
duhet me respektu pa tjetër një shoka, a babën nanën se respekton. Jo, do me thonë me rend, edhe kështu ligjërata me rend. Thot, nga veprat e mira që mundemi me i ba, po sëqërisht këtë muaj me vizitu një të sëmur. A e keni ba deri tash dikush? Unë e ja për vetë. Aj që e ka ba, Allah është përbleft. Por shembull, ama fisabilillah, çka është ta shofsh. A kush tha po? A e ka të familje sa? Sa më të thonë për babën, mora çka është në spital, doktorit jam se din nor. Unë jam të fol për dënjat se një hiç. Dënjat që e ke më larg pak. Nuk të bën koha me e pakin të gjuj që i sëmura dhe shkon e she. Sa që e ke kojshi, pa tjetër me shku me e pa. Se nesër thub me bo mu shmu unë zhven e dhaj. Do me thonë edhe të pamën, nuk e bëjnë na fisabilillah, e bëjnë na për interese të ndërsjellta. Duhet me qenë fisabilillah, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju të voglit shumin e të pengu, mos fol. A mendojnë që në klasin e? Në klas ka pak mundi me fola më këtu hiq. Unë e mëse vetën dhe juve të gjithë. Me pas mundësi, me shku me vizitu dika, do tjetë mirë, inshallah. E dita, problemet që i kanë muslimant, ne a kemi ko dhe e shfrytëzojmë kohën e lirë për mi rregullu çështjet dhe problemet e muslimanëve. Duhet ndajmë kohë, për shembull, gjysmë një orë, edhe të interesohesh a ka dikun, edhe a ka dikush ndonjë problem. Nëse ka dikush dhe ka dikun ndonjë problem, atëherë ti duhesh me intervenu, me ndërmjetësu, me ndërhi që atë problem që është, t'ja vendosh një kapak. Kjo është mirë. Për ata që kanë mundësi, sepse secili njeri nuk mundet me e bë. Ndërmjetësimi o punë shumë e zorshme. Ja, ka njerëz o xhallar që mirën me pajtime të familjeve, dikush thot, këto u knasin, ja valla nuk ka lehtë. Nuk ka lehtë se duhet me shku me i lut njerëzit. Para mendoj, ai mundet me qenë njeriu më i keq në botë, duhesh me i thonë Allah, veç ti, s'ka si ti. Duhesh me lavdruar me i qiell. Do të thonë nuk është lehtë me ndërmjetësu. Nëse doni ta kuptoni çka më thon kjo, hini doni herë. Hini doni herë dhe do ta shihni se më të vërtetë s'ten ka lehtë. Secili prej nesh të dashë vëllazër duhet ndal kohë edhe për vetveten. Edhe për vetveten, për shembull, se i përket duave, lutjeve, që ta ndan një kohë 10 minuta, 15 minuta në ditë, që të bën dua për vetveten dhe familjen e vet. Edhe ta ndan një kohë me i thirr njerëzit fe. Cili prej nesh, për shembull, ka nda kohë edhe ju thot njerëzve që kjo është e lejuar, kjo e ndaluar. Këtë banë e këtë mëse banë. Po edhe në qoftë edhe nëpërmjet internetit të bashkë. Dhe më thonë dush me nda kohë, se në qëfëse nuk nda në kohë, nuk ke mundësi me bëngë. Por që e më thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ra'a minkum munkaren, ai njeri që nga ju e shef një të keqe, falyughayyirhu bi yadihi. Le të mundohet ta ndalë me dorën e vet. Fa in lam yastati, në qëfëse nuk mundet, fa bi lisanihi. Duke i fol me gjuhën e vet, duke i ambush mendën që gabim mos ta baje. Fa in lam yastati, në qëfëse nuk mundet, fa bi qalbihi, duke e lutë Allahun xhaleshan që ta udhëzon atë dhe ta ndal nga gabimi. Fa in lam yastati, fa dhalika adhafu iman. Mirë, po kjo e fundit është imani më i dobët ta njeriu. Tjetra, an-nasiha lil muslimin. Sa kohë kemi ndarë ne mi bën nasihat muslimanët? Për shembull, del diku, shkon trit në stadion janë. Edhe shkon ti, kur ta krin lojën aty i ban pak nasihat. Ju thu odjem, mirë me super, elhamdulillah mirë, konduksion do të më jetë fort, ama këtë shajt më nga pak do të më ndalë. Për shembull. Ose kjo më duk gabim. Ose shkon për shembull në xhami. Edhe shef se shumë muhabet bëjnë. Ose para namazit, pastaj ndalës me 3-4 vetë që bëjnë muhabet jashtë dhe nga ju thuhet që vallajve, krejt në rregull, ama ç'kjo nuk o mirë. Do të thonë ban nasihat. Ban nasihat, ama duhet me zgjedh fjalët e mira që mos të hidhrohen njerëzit. Nëse tu ka hidhnu dikush ti s'ke ban nasihat. Më mirë mos me fol. Thot
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e transmeton Xherir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thot e kam dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë, ose bayatu, ja kam dhënë dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se unë kam e fal namazin në vakt, në rregull, kam e dhënë zakatin, edhe secilin musliman kam e bën nasihat. Nasihat, dinu nasiha. Feja islame o nasihat, o muhabbet, o me i thirr njerëzit me bon veprat mira, o më mundu njerëzit me lërgu nga veprat e liga. Tjetra, edha unë në wafil. Shqip, qka i ben edha unë në wafil? Në punë në filet që i kemi, më mundu me i qënë ven. Disi ne tash, do shta me farzën e mësunetin kemi problem, për në fila në jetë kohës në jetë kohë. Ama në qëfë se ndajnë kohën mirë, ma mërmenja që edhe parat do të kemi kohë. Edhe e fundit, thot el ishtigal bi dhikrillah. Se që i për neve, duhet ndalë kohë, vetëm me përmend Allah. Ama hiq asë kënë tjetër, veç Allahu subhanahu wa ta'ala. Shumë herë kam përmend, prapë dhe përmend. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. O dua. E dita, astaghfirullah, 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 o dua. E treta, subhanallah, subhanallah, e katërt. Elhamdulillah, elhamdulillah, e pesta. Allahu akbar, Allahu akbar. Ka dhe disa dua tjera, pa Allahumma rabbena atina fit dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Këtë mendojnë që të gjithë e dim. Allahumma rabbena gfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Për shembull, gjithë orë para iftarit. Sa më marrë me gruën e ke bon supën, si ke bon supën e ke bon ka, mund të shmarë bela, mund të shërë të banderja me dalë jashtë me nejtë, o me bon ma bete dhe me hinë gjuna, hinë me një sopë, ose del hec, ama, subhanallah, del hec edhe e banë planë për gjithë orë me thonë 300 herë stakfirullah, 100 herë kështun, 300 herë kështun, edhe mundohesh me realizu, po vallaj. Ama nuk ka, unë jam sem të folë, për diqka që s'mund mi me e ban. Vallaj, me qenë se diqka shumë zërë, unë asë që e bëj muhabet, bile. Por shembull, për nesër, ketë në balan me hip. Po në e parët, hoqë hip me balan me. Diqka në zërë, dikush e ban, dikush se ban. Nëse më të thonë me hip në tenkas në balan, Astaghfirullah, puna, me, kollajshme, me thonë. Po heq tjetër, për gjamës me thonë, vetëm astaghfirullah mjafton. 100 herë në ditë, ti bane e sa tash, që 10 ditë Ramazane, 11 ditë sot, a ke thonë astaghfirullah 100 herë në ditë për ditë? Edhe ke thonë edhe s'ke thonë. Allahumma rabbana gfirli, wa li walidayya, wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Pa ka dua më të madhe si. O Zot, mi fal gabimet mua, prindërve mi, edhe të gjithë muslimanëve ku të janë. 100 herë thuaj. Se pa gabime kemi ne, sa dush kemi gabime. Allahumma rabbana atina fit dunya, o Zot na jep këtë botë. Wa fil akhirati, edhe në botën tjetër. Wa qina adhaban nar, edhe na largo nga zjarmi i xhehenemit. A ka dua më të madhe si? Ne çka duam tjetër? Por po se kët, asgjë. E lusë Allahu Gjeleshanu që të në mundëson kohën, që me sekunda, me minuta, me ore, me dite, me muaj, me vite, e me dekada, me shekuj, që atë sa jetojmë të shfrytëzojmë me regulla që i ka caktu Allahu dhe pejgamberi a.s. Inshallah Allah në uzat edhe të gjithëve së bashku në gjennet në qënë. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. A ka të gëzë një pyetje? Turki s'ka në këto, kur zonë, sa interesant, pa gjerasinge. E pas ka që u këtë një pine vetë, pa në telefonin zanë.